Jemi me një tjetër figurë dhe personazh të jashtëzakonshëm të historisë tonë kombëtare shqiptare. Jemi me Hafiz Ali Korçën. Hafiz Ali Korça, nga vetë emri i tij, Korça, tregon që ka lindur në Korçë edhe vini nga një familje e jashtëzakonshme fetare. Ishte i biri i Ilyas Efendiut, pra që ishte kadi edhe nga mëdërisët më të njohur të asaj kohe, jo vetëm në Korçë, por në të gjithë vilajetin e manastirit. Nëse do ta përmbledhin figurën e Hafiz Ali Korçës, mund të themi që ai ka qenë hoxh, hafiz i Kuranit, publicist, përkthyes, recensues i veprave të jashtëzakonshme nga gjuhë tjera, po ashtu dhe i spikatur si autor i shumë veprave, ku më e rëndësishmja prej tyre është ç'është bolshevizmi, ku bën një prezantim për popullin shqiptar në fillim të viteve 20 për rrezikun që i kanosësh nga bolshevizma, e cila në atë kohë kishte lindur dhe po ushtronte veprimtarinë e tij në qarqet e botës sovjetike. Hafiz Ali Korça, pas formimit të tij në medreset e Korçës, u thon për në Stamboll, ku edhe formohet si intelektual, po të njëjtën kohë bashkohet edhe gjithë qarqeve intelektuale shqiptare në atë kohë në bashkësinë e Stambollit, edhe spikatet për përkushtimin e tij në çështjen kombëtare. Hafiz Ali Korça ishte ndër të parët që përkrahu idenë e përhapjes së mësimit gjuhës shqipe me alfabetin latin, normalisht një indicje që ishte marrë që nga figura e Hoxha Tahsinit më herët, pra në mesin e shekullit 19, edhe që e përsosja atë. Hafiz Ali Korçën e gjejmë edhe në Kongresin e Elbasanit, ku konsiderohet si ato shtyllat bazë në themelimin e arsimit ton kombëtar shqiptar. Hafiz Ali Korça, mas shpalljes së pavarësisë, e gjejmë një sër angazhimesh në gjitha trojet shqiptare. E gjejmë atë në Shkodër, e gjejmë atë në Tiranë, e gjejmë atë në Vlorë, e gjejmë në Gjirokastër, e gjejmë në Dibër të Madhe, e gjejmë në Korçë, ku gjatë gjithë kësaj kohe ushtronte veprimtarinë e mësimdhënies, po ashtu dhe me ligjërimet e tij fetare nëpër xhamitë dhe nëpër medrese të ndryshme. Ndër veprat, siç e tham më sipër, që Hafiz Ali Korça është autori i shumë veprave, ndër veprat më spikatura të tij është Historia e Shenjtë dhe 4 halifeve, një vepër në vargje, pra ishte një formë e trashëguar në atë kohë e veprave klasike islame, ku historia e profetëve, po historia e popujve më përpara transmetohej në vargje, edhe këtë stil, këtë formë stilistike të rrëfimit historisë e kthen edhe në gjuhën shqipe dhe e sjell, edhe është një histori ku e përmbledh të gjithë histori nga Ademi, nga krijimi e deri në fundin e 4 halifeve të botës islame. Një vepër madhështore, tepër voluminoze, edhe me një stil artistik tepër të lartë. Po ashtu siç e ceka në fillim, vepra e tij është një pamflet, një vepër shumë e vogël për nga numri i faqeve, po që është jashtëzakonshme për nga përmbajtja, ç'është bolshevizma, ku një prej frazave më të famshme që sjell Ali Korça në këtë vepër thotë që bolshevizma është në luftë me dinin e Muhamedit, është shkatrimi i njerëzimit dhe është në luftë me dinin e Muhamedit, edhe hapur do ta ketë derën e luftës deri në ditën e Kiametit. Ky bënte një lloj parashikimi, imagjinoni që në fillim të viteve 20, ku për fat të keq do të pasonte pra dënimin kryesor pas viteve 45 në Shqipëri, në instalimin e sistemit komunist në Shqipëri, do të vinte pikërisht nga kjo ideologji e cila depërtoi edhe në trojet tona. Hafiz Ali Korça ka një kontribut jashtëzakonshëm në hartimin e abetareve të mësimit gjuhës shqipe. Siç e cekëm, jo vetëm ato me alfabet latin, po Hafiz Ali Korçën e gjejmë edhe në hartimin e abetareve për mësimin e gjuhës shqipe me alfabetin arab. Në të njëjtën kohë është edhe hartuesi shumë metodikave mësimore për mësimin e gjuhës arabe. Kontributi më i jashtëzakonshëm i Hafiz Ali Korçës do të jepet pas viteve 20 me themelimin e komunitetit musliman shqiptar, edhe me themelimin e medreses nalt të Tiranës, ku ka pjesë aktive dhe kontribut të jashtëzakonshëm intelektual në vitet e para në këtë medrese. Po ashtu ai shquhet në shtypin e kohës, kur botonte poezi edhe artikuj të lëmive të ndryshme. Ai është i famshëm edhe për përkthimin e letresisë orientale, kryesisht rubiatëve të Omer Khayyamit, ku ka dhe një debat të jashtëzakonshëm me figurë tjetër popullit shqiptar në atë kohë, siç ishte Fanoli, i cili kishte bërë përkthimin e kësaj vepre nga anglishtja, po që e akuzonte për nxjerrjen e tërësisë saj letrare nga konteksti letrar që edhe nga përmbajtja që ajo kishte.
Po ashtu e shohim që Hafiz Ali Korça në ato vitet 20-30 ka një angazhim të jashtëzakonshëm kundër atyre ideve moderne që vinin kryesisht nga bota perëndimore, të cilët mundonin ta paraqisnin fenë islame apo përkatësinë e fesë islame të popullit shqiptar si shkak të prapambetjes apo të situatës vështirë politiko-ekonomike që shqiptarët gjendeshin në atë kohë, ku me argumente të jashtëzakonshme, historik, filozofik edhe intelektual i hedh poshtë dhe rënon të gjitha këto ideologji të importuara. Veprimtaria e tij, siç e theksova publicistik, në atë kohë u botua gjerësisht në revistat dhe gazetat që botoheshin në atë kohë, në njëjtën kohë merrte pjesë edhe me përkthimin edhe me komentimin e sureve të ndryshme të Kuranit, ku spikat orientimi që ai kishte dhe dituria e thellë që ai kishte, edhe që gjithmonë mundohesh të nxirrte të trashëgiminë e fortë, sidomos nga tefsiri i njohur i Imam Razit. Hafiz Ali Korça, nëse do të dalim e të flasim për të, është një figurë e jashtëzakonshme që do të shohim gjithmonë në jetën e tij ka qenë në oponencë me pushtetin. Shohim që ai dënohet edhe persekutohet nga Xhon Turqit, pra kur vinë në pushtet gjatë sundimit osman, shohim që persekutohet edhe nga qeveritë shqiptare që vinë më vonë në Shqipëri. Ka bërë oponencë me Ahmet Zogun, normalisht i ka qenë zëri më opozitar i regjimit dhe instalimit regjimit komunist në Shqipëri, ku edhe ata jo pa arsye, pra duke marrë parasysh armiqsinë që ai kishte me ideologjinë komuniste, e internuan edhe e lanë që të vdiste në varfëri dhe skamje në fshatrat e Kavajës. Hafiz Ali Korça të gjithë jetën e tij e kaloi në shërbim të arsimit dhe ngritjes nivelit arsimor shqiptarëve, dhe siç e theksonte që nëse duhet që të përparojmë, duhet të forcojmë arsimin. Nuk mund ta justifikojmë prapambetjen tonë arsimore me mungesën e shkollave apo me moshën e shtyrë. Nëse shkollat tona mungojnë në vendin tonë, ne duhet të udhtojmë atje ku ka shkolla. Pra arsyetimi i tij ishte fetar, gjithmonë thoshte se jemi të urdhëruar që ta kërkojmë diturinë edhe skajet më të larta, qoftë edhe në Han. Po ashtu thoshte edhe mosha nuk është arsye për prapambetjen intelektuale arsimore, për arsye se jemi të urdhëruar që ta kërkojmë diturinë nga djepi deri në varr.